Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Si jeni? Mirë, vlla, si jeni juve? Mi faleminderit. Nga puna telefononi? Unë jam gjyqtare nga Vlora. Nga Vlora. Dhe Po? kam një problem se tek pallati 581 aty tek Adriatiku, 581. po. Po na bie taraca vlla. Po bie taraca e pallatit. E pallatit. E pallatit. Është 4 katësh. Po puna është se atje nuk ka shumë komshit kanë ikur, ndoshta ka shtëpi të dytë. E janë larguar banorët. Nuk ka njëri, tani unë nuk kam forcë ta bëj vetëm taraca, se jam pensioniste. E kuptoj. Me atë pension çfarë bësh më para? Po bie, nuk di të t'i hes me foto ta shikosh. Po bie pallati. Pra, nëse besoj institucionet e bashkisë duhet ta gjejnë zonjën që thot për pjesën e taracës. Jeni bërë ankesë në bashki? Ka vajtur te rajoni 5, ka ardhur kryetari i rajonit. Polici i rajonit, Po? ka trokitur vetë në përdyer dhe nuk ka dalë një i moshuar, për shembull që s'kan forcë. E kupton? Po? Ka mbetur dhe në bashki, është e pamundur, atje nuk jetohet. E kuptoj, zonjë, që është një problem normal që rrezikojeni dhe ju vetë që jetoni aty dhe duhet merret masa. U vemi në dush për të lanë, na bie puf, u vemi për të ngrënë në kuzhinë, na bie ajo, e ke parasysh? E kuptoj. Është skandaloze. Do mundohem të t'i hes në foto që Po, nëse mund na i dërgosh dot në WhatsApp që ndërkohë ti transmetojmë në ekran dhe besoj që institucioni përkatës është ti e shikoj. Faleminderit që më dëgjuat, kalofsh një ditë të bukur. Faleminderit gjithashtu edhe për ju, një javë të bukur.